95 vite më parë, më 16 dhjetor 1913, u lind në fshatin Liar të Zagorisë, Jani Ristani, një nga fotografët më të njohur shqiptar të shekullit të kaluar. Ai dallohet për veprimtari të gjatë dhe të shumëllojshme, por duke veçuar atë dokumentare dhe historike. Pas mbarimit të shkollës fillore në fshat, në moshën 14 vjeçare, ai shkoi në Turqi, Stamboll, ku kishte të atin dhe gjyshin, të cilët jetonin me një dyqan të vogël. Aty, Zagoritin e ri shpejt e tërhoqi fotografimi. Në këtë fushë, ai u ndihmua nga një mjeshtër turk, derisa më vonë arriti të hapte edhe një studio private fotografie. Puna në të mësoi të shpërveshi mëngët për të përvetësuar fotografinë si mjeshtëri teknike, por edhe si veprimtari kulturore. Fotografoi jo vetëm banorët për foto nostalgjie, por edhe ngjarje të ndryshme politike e shoqërore. Kështu, më 1931, realizoi një foto të Miss Turqia, e cila u botua në gazetën e madhe Gjumhuriyet, dhe në 1932, udhëheqësin e madh turk Mustafa Kemalin, gjëra që ngazëllyen dhe nxitën mjaft djaloshin nga Shqipëria. Po atë vit, 1932, Jani fotografoi 28 nëntorin, ditën e flamurit në konsullatën shqiptare të Stambollit. Foto që disa ditë më pas u botua nga gazeta Demokratia e Gjirokastrës, duke shënuar kësaj takimin e partë të tij me shtypin shqiptar. Ndërkohë, fotografi i ri realizoi edhe mjaft shkrepje për kënaqësi vetjake, portrete shokësh, peizazhe të Stambollit. Çka e nxitën të ishte më kërkues i të bukurës në fotografi. Në vitin 1934, Jani Ristani u kthye në Shqipëri për të kryer shërbimin ushtarak e përfundimit të tij. Vendoset në Tiranë, ku bashkë me kushëririn e tij, Vasil Ristani më 1936 hapi një studio fotografie në bulevardin Zogu Par. Emri i saj ishte mjaft interesant, shtëpi për arte fotografike, sepse edhe puna që bëhej në të ishte me kërkesa të mëdha. Më pas ajo u quajt Foto Studio Ristani, Jani dhe Vasil. Atje filluan të shkojnë për shkëmbim mendimesh edhe shumë të shkolluar në perëndim. Gjithashtu, për mendim se Jani Ristani në këtë kohë, filloi bashkëpunim të rregullt me disa organe shtypi si Diana, Donika, Drita, Java e të tjera. Vet Jani do kujtonte më vonë, ndër të tjera, fjalë që i thoshte shpesh adetari dhe intelektuali i shuar. Mithat Frashëri. Ta dish Jani, kjo punë që po bën ka vlera historike për Shqipërinë. Dhe vërtet ashtu do të ishte. Por një pjesë e madhe e fotografive ku paraqiten mbreti Zog, për një kohë ai ka qenë dhe fotograf zyrtar i oborrit mbretëror dhe armiq të regjimit komunist, u zhdukën nga vetë Jani nga frika e pasojave. Kështu ai shprehet vitet e fundit në një gazetë. Kam djegur me 10 foto e libra të ndaluar, mes tyre edhe disa nga fotot e Zogut. S'doja t'i hapja bela a vetes. Ai regjim nuk të falte. Gazeta 55, 19 prill 2003. Kjo na kujton edhe rastin e prishjes së nudove të tij nga skulptori i madh Jana Shpaço për të shmangur rrezikun e përsekutimit nga diktatura komuniste. Për fat të keq, këta nuk janë shembujt e vetëm të shkatërimit të krijimtarisë nga vetë autorët. Një dukuri e dhimbshme dhe me pasoja për kulturën tonë kombëtare. Aparatit të tij nuk i kanë shpëtuar ngjarje të tilla si sjellja në vende eshtrave të Naim Frashërit, 1937, për urimi i mauzoleut të nënës mbretëresh, 1937, dhe Bankës Kombëtare në Tiranë, 1938, martesa e mbretit Zog, qelje rrugësh dhe institucione shtërëreja e të tjera. Vlerësimet për punën e tij nuk vonuan. Kështu më 1939, Jani Ristani është nderuar me diplomë deri në Fiera del Levante të Barit, Itali, ku u paraqit në përbërje të pavionit të artizanatit shqiptar. Në nëntor 1944, Jani dhe Vasil Ristani, së bashku me Filip Viton, fotografuan skena nga lufta e Tiranës, sidomos qytetin pas largimit të trupave gjermane, kundër të cilat është dhe fotua me sheshin Skënderbe, duke përfshirë xhamin, sahatin dhe pallatin Kaceli. Në atë fotografi, Jani ka inkuadruar edhe një re të madhe të bardhë në sfond, ndoshta për të simbolizuar ditët e bardha që do të vinin pastaj, iluzion që u shua shpejt. Më 1945, me sugjerimin e një oficere angleze, ai fotografoi çamët e shpërngulur egërsisht prej trojeve të tyre, çamëria nga shovinistët grek, në kampin e Kavajës si dhe kongresin e tyre që u mbajt në Vlorë. Foto me vlera të mëdha dokumentare dhe historike.
2 vjet më vonë u punësua në Ministrinë e Punëve Botore, ndërtim komunale, ku krijoi dhe laboratorin e plot fotografik, por edhe udhëtoi anën mban vendit për të fotografuar objektet në ndërtim e rindërtim. Kjo e ndihmoi që më 1948 të hapi ekspozitën e parë vetjake në mjediset e kësaj ministrie. Veprimtaria e tij fotografike në kantieret e shumta të ndërtimit e ka pasuruar mjaft fondin vetjak të Janit. Por sot pjesa më e madhe e tyre ndodhen të shpërndara në disa institucione shtetërore arkivore, herëherë edhe pa emrin e autorit të tyre, por gjithmonë me vlera dokumentare dhe historike. Për të shënuar është fakti se Jani Ristani është autori fotografisë së parë me ngjyra në vend e cila i përket vizitës së presidentit të Vietnamit. Ho Chi Minh, në Tiranë më 1957, po ashtu duhet cekur këtu pjesëmarrja e tij në konkursin ndërkombëtar të fotografisë Bifota në Gjermani, 1965, ku u nderua edhe me diplomë deri, në Bashkimin Sovjetik, 1961, Hungari, 1962 dhe Rumani, 1963. Në këto konkurse, ai përfaqësohej kryesisht me foto dokumentare. Gjithsesi, nuk ishte vetëm ky lëm që lëvroi, pasi që ka realizuar edhe fotoetyde me emra të tillë si Çoroditje, Thethi, Liri e kufizuar, Eklipsi i diellit, Katundari, Mësuesja e gjuhës, të cilat të çojnë edhe kumte të ndryshme socio-filozofike. Ndërkohë, ai bashkëpunoi me organet e shtypit të atëhershëm, veçanërisht me gazetën Bashkimi dhe revistën Ylli, por edhe me institucione si për shembull Muzeun Arkeologjik, me Ministrinë e Bujqësisë, sektori i propagandës, me Komitetin për Marrëdhënie me Jashtë e të tjera. Për të realizuar fotografi me nivel të lartë, ai ishte abonuar edhe në shtypin e specializuar të fotografisë jashtë shtetit, organe të cilat vinin me shumë vështirësi, por që përpieshin menjëherë sapo i binin në dorë. Në këto vite, ju vu rëndësi e madhe kopertinave të revistave, dhe për këtë fotografi i njohur Petrit Kumi dhe kolegi i tij. Shprehet për të. Aso kohë eksperimentuesi më i madh në këtë fushë ishte Jani Ristani, revista Spektër, korrik 2005. Duke pasur bagazh të madh praktik, por edhe njohuri të gjëra teorike, Jani pati guximin të shkruaj edhe një libër teorik për fotografi me titullin Fotografia Art, që mbeti pa botuar për arsye ekonomike. Dhe po për të njëjtat shkaqe ngeli pa parë dritën e shtypit, edhe albumi i tij fotografik Butrinti me foto të qendrës së njohur arkeologjike. Ndoshta një ditë do të jenë në duart e dashamirëve të fotografisë këto krijime të mjeshtrit Jani Ristani. Atëherë brezat do ta vlerësojnë edhe më tepër atë që gjithë jetën e tij ja kushtoi fotografisë, por edhe duke lënë në të shumë punime të vlefshme, dokumentare dhe historike. Të dy këto vepra ndodhen në ruajtje tek e bija, Maria, e cila natyrisht i mban si gjëra të shenjta. Gjithashtu ai është autori i albumit të madh historiko-dokumentar për ndërtime, që përfshin periudhën 1945-1965, i rëndësishëm sidomos për arkivin shtetëror të ndërtimit. Shumë foto të tij janë të shpërndara në institucione të ndryshme qendrore, disa herë pa emrin e autorit, të tjera të zhdukura nga specialistë, nga që brenda tyre ishte edhe ndonjë armik. Sot është vështirë të mbledhësh gjithë krijimtarinë e Jani Ristanit në një album, por përbën një detyrim të shoqërisë për këtë fotograf që për 60 vjet nuk e hoqi aparatin nga dora. Në vitet e fundit të jetës ai pati një gëzim të veçantë, pasi më 1998, fotografit plak dhe fisnik, ju festua 85 vjetori i lindjes nga ambasada turke në Tiranë, për shkak të lidhjeve të hershme të tij me Turqinë. Puna e gjatë dhe e madhe e Jani Ristanit në fushë të fotografisë, veçanërisht në atë dokumentare dhe historike, por të shoqëruar përherme për kujdesin e madh të artistit, përbën një kontribut të shuar për fotografinë shqiptare. Prej kohës kur filloi fotografimin, vitet 30, e deri në fund të jetës, 15 maj 2005, për atë çdo ditë dhe javë ishte i lidhur ngushtë me fotografinë. Kështu që 93 vjet i plotësoi jo duke shtyr ditët, por duke i mbushur me diçka nga fotografia. Pjesa më e madhe e fotografive të Jani Ristanit do të hynë në punë edhe brezave të ardhmë, duke bërë kështu punën e tij të vlefshme dhe emrin e tij të paharuar. Botuar te Tema, 16 janar 2008, Iluria, New York, 18 dhjetor 2008.